mund të pengohet pak ajo liria jote, absolutisht që të ngjan shtëpia bosh pasaj edhe thuaj që do doja të riktheheshin prap. Për shembull, babai im tani më shkruajti gjatë kohës që ishim duke bërë bisedën që ne pas kemi pritur 31 veta. 31 veta? Po. Familja e babait tim ka pritur 31 veta. Në kohën e luftës nga Krusha. Nga Krusha, po. Edhe ta mendosh që Krusha e vogël ka pësuar një tmerr të jashtëzakonshëm ku u vran të gjithë burrat e Krushës së vogël dhe ka qenë një ndër dhimbjet më të mëdha. 31 veta nga Krusha, të cilët kur ikën nuk e mbaj mend për sa kohë, sepse nuk i dija sakt si data dhe informacione, por di që ata kanë bërë murin rrethues të shtëpisë. Pra të gjithë burrat kanë punuar për të bërë murin rrethues si një shenjë falënderimi. Dhe gjatë gjithë kohës më pas i bënin dhurata gjyshit, sillnin gjithmonë kujtoheshin për diçka, për aq vite sa u ruajt kontakti, më pas normalisht që jeta të shkëput. Para ma 31 veta nga Krusha. Wow. Pra, janë patjetër që duhet të vlejë mirënjohja në këtë rast. Mirënjohja dhe mikpritja që janë dy virtyte që i kanë shqiptarët, shumë e bukur. Tani do dalemi tek familja tjetër, për ta pyetur zonjën Fadie Dervishe nga Prizreni, sepse le themi e morëm njërën anë të historisë dhe anën tjetër të historisë nga zonja Fadie. Mirëmëngjes, mirë se erdhët dhe gëzuar. Mirëmëngjes. Shumë kënaqësi që jeni me ne, edhe ne tashmë e morëm një anë të historisë, po ju jeni melankolike. Jeni melankolike për atë kohën që keni kaluar, për pavarësisht se ka pasur probleme si kohë, por mbase për atë ngrohtësinë që keni gjetur tek familja Onuzi. Për familja Onuzi, do me thonë, një ditë tërën me folë, nuk dalin fjalët, nuk sosën fjalët për familjen e tyre. Na kanë pritë shumë, jemi shumë falënderues ndaj tyre. Ne kemi qenë 45 njerëz, do me thonë. 45 veta? Po, 45 veta na që kemi shku atje. Do me thonë, një lartë për tëra. Po? Po, kemi shku të Onuzit, do me thonë të pacient vera, të kretë. Ato janë konë shumë pritë, shumë zemër mirë, shumë njërës mirë. S'ka fjallë për to, s'ka fjallë. Do me thonë, na u po ati, të më kali ato po në misafit, do me thonë me një fjallë, apo në shumë kretë shpi. U bët të gjithë bashkë, pra u bët një familje madhe. Po, na u bashku mu bëm një familje madhe. Kemi qenë, kanë qenë ati 15.000, do me thonë, prej moshës një vjeqare tjenë 15-16 vjetë. Si e mba mend atë ditën e parë kur u futët tek familja Onuzi, pra për të parë dhe përjetimin tuaj dhe të atyre, patëm pak një përshkrim nga dashuria Onuzi. Po? Po, ti mi se i lutës, do me thonë se kur ti kishtë i lutës, në shumë keq, po prej mikpritjes tyne, prej ngrohtësis tyne, në ato me thune arrume dhe luftën, pak e arrume ato stresin, ato traumat me fëmijë, me gretë, çka kemi përjetu në Kosovë, tanë rrugën, do me thonë jemi nisë prej orës 3 mazdite, tje ora 8 a 9 në mëngjes kemi më rrinë Kuks. Ditës tjetër. Si ka qenë rrugtimi juaj gjatë asaj dite? Po, prej kolonës madhe, duke shkuar atjera, ati kemi me, tash kush bon, si thëmë nga Kosova, kush bon me për me marë familjet, me shtin mrena, me strehu. Mirë po erë patria, ati nga ka parë, njës pa i njohë, do me thonë pa i parë kur jetë, iqë. Na kanë marë, na ka shtin mrena, na kemi qëllu shumë, një lagje e madhe, do me thonë kretë. E vërtet. Edhe askujt nuk e kështë e pritë mëndja, dhe ka një gjë, zonja Fadie, që unë mendoj që edhe ju do kishtë bërë të njëjtën gjë për ne. Po, sigurisht se to dhe kishtë në bërë dhe ne, por asi njerës mirë, asi njerës mikpritës, ne kur shkojmë atje, do me thonë, si me traumat lutës, me fëmijë, me pleshk një pas pleshk, me dhaj, me kretë. Ndërkohë një detaj që ishte shumë emocionues ai kur ju u larguat edhe zonja Dashuri e thaj që ju puthët muret e shtëpisë. Po, shumë të merë, o kanë për ne të merë, o kanë të alës vendin tonë, tash do ikish, po misë, apete përsëriti për mikpritjes madhe, prej se mirësis tyre, do me thonë na pak i arrumat o traumat, kur shku ma ti në hapëm dhe, do me thonë ato i kanë pas 3-4 doma, po ato
Kret familja ato me një dhomë të bunë vetë, kret neve në liru në kret dhomë, do me thonë nalë me kanë të lirë. Kur s'kuma ti pacient verin gjeri, toj këtë që ju fëmijët e juj nuk e din s'ka lufta se fëmija atje ka jetu mirë, ka hangër, ka pi, ka vazhdu jetën normale. Tami ato e lësun kuzinën kret, për ne, të më thonë, për këtë Kosovarë, se jemi aty që jemi kanë. Po. Edhe bani ushim të e këtë fëmijëve, jetë hanë ushim fëmijët, jetë reatorë, se fëmija nuk e di s'ka lufta, e nësta përjeton këtë, të me thonë këtë lanjën e vendit vetë, e shkunjet tjetër kunë, janë kanë njështë mirë, kemi angër pas, kemi pi bashkë, na kanë pritë shumë mirë, s'ka fjallë për to, janë shumë mikë pritë, shumë janë mirë. Po, fëmijëve më pas, ju a keni treguar të gjithë historitë, ja keni treguar të gjithë faktin pikërisht edhe mikpritjen edhe çdo gjë tjetër, pra jeni munduar që ta përcjellni këtë gjë. Po, përcjell këtë çanta, tani kemi marrëdhëniet e mira, shkojmë vinë, tash kemi me thoni kemi bërë si familjarë me një fjalë, na shkojmë shpesh, i vizitojmë, vinë edhe ato ndonjëherë na vizitojnë. Tani me në ra rruga neve me shku në Kuks, për të qepë me shetite, më s'mu këty në fshatin nanë që e kemi përjetu atje me thonë edhe mirësi me një fjalë, për dhe pa këtësi në ikë prej luftës. Atje është e më s'mu këtu atje është e pa mundshme është. Dhe pa tjetër që ju ndjeni mirënjohje për familjen Onuzi, edhe në kaq vite. I falenderojmë, do me thonë, kret lagja jonë këtu që kemi shku se kush pranon, do me thonë shumë, 45 vetë. Është dhe sakrificë pa tjetër. Zonja Fadie, unë shpresoj që çdo gjë, përpos faktit që ngelet mirënjohja, ngelet respekti, sakrificat nuk harrohen, ai të merri luftës pa diskutim, por që ta lëm pas edhe t'i gëzojmë këtyre 18 viteve pavarësi dhe shumë viteve të tjera. Faleminderit shumë. Shumë kënaqësi që ishit me ne dhe çdo të mirë. Të përshëndesim. Faleminderit prej ju dhe prej gjithë Shqipërisë, faleminderit prej vëllezërve tonë se jemi një kënd, jemi një xhak, jemi, do me thonë, s'ka fjalë, jemi një shtet gati pas, kemi njëjtë. E vërtet është, e vërtet. Të përshëndesim. Faleminderit, kënaqësi. Faleminderit. Ja, këto pra janë rastet e familjeve shqiptare, familjeve